Ja ku më rritëm, kujdes ku ecën, një ditë e bukur për një evakuim masiv. Dhe duhet të nxitoni para se mali krek ju biktohet të shpërthej. Të shpëtosh një specie të tërë nga zjarri meriton një doppio pët të vogël, që do të thotë pushim dhe pije me lëng të vërtet frutash edhe një çadër të vogël. Partner? Partner? Ne nuk I kemi shpëtuar të gjithë! Më prit këtu çadër e vogël. Kjo nuk është një gjë e mirë. Shotitës, a jetë shmëndur gjë, ky vend mund të shpërthej nga minutin minut. Për Silvia, shika! Pra ti e shmëndur, shqyr që e mësova. Ne nuk mund t'i lëm ata. Ata janë shumë të mirë për të zhdukur në një pishin plot me magmë të nxehtë. Mos u mërzisni vogëlush, e di që tani gjërat duken të zymta, por unë kam një plan, edhe ju premtoj se askush nuk do të lëndohet këtu. Shotitës, është e pamundur të provosh t'i shpëtosh ata, nuk mund t'ja dalim. E ndjen këtë erën? Ti do të thuash 10 miton e lata lëng të nxehtë vdekje? Jo, mban erë si një pirg I madh. Nuk mundem. Tani sil, sa herë më duhet të ta them. Çdo gjë është e mundur kur ti ke energji në lëvizje dhe buzëqeshje në buzë. Ajo që duhet është një qëndrim pozitiv tani. Ja vështro. Unë kam besim të plota dhe total që do ta marr këtë familje të vogël dhe të dashur dhe do t'i mbaj ata të sigurt, duke I shpëtuar nga djegja e lavës shkatërruese, edhe unë do t'jem shpëtimtar. Çfarë mami e mirë që je. Le ta provojmë përsëri. Kjo mund të ndodh disa herë, kërkon shumë përqendrim, duhet ta provosh përsëri. Respektoj këti po I mbron ata. Tani le të shkojmë. Le të shkojmë. Kjo nuk do të përfundoj mirë. Venga dali, trambur! Qëtate? Fehu këtu! Au! Au! Unë jam! Au! Fëmija e! Au! Shumë mirë, tani nuk do I gjen kur në kohë atë. Marrëm fund. Silvia, qëndrimi mund t'ja dal. Mos harroni miq, rruga drejt mendimit pozitiv fillon me një hap të vetëm.